Një moment shumë i ëmbël familjar ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale, ku gjithçka lidhet me një surprizë të veçantë për festën e 8 marsit. Këtë herë në qendër të vëmendjes janë nusja dhe vjera e njohur, Learta Jakupi dhe këngëtarja e dashur Shyrete Beluli. Surpriza e papritur për 8 mars. Në një ambient të ngrohtë dhe elegant, Learta vendosi ta bëjë këtë ditë edhe më të veçantë për vjerën e saj. Ajo publikoi një fotografi shumë të bukur së bashku me Shyreten, ku të dyja shfaqen të buzëqeshura dhe shumë të afërta me njëra tjetrën. Në përshkrimin e fotos, Learta ka shkruar një dedikim shumë emocional. Gëzuar 8 marsi mam, të dua, duke e shoqëruar me zemra dhe lule, një mesazh që menjëherë preku zemrat e ndjekësve. Nga fotografia duket qartë se momenti është realizuar gjatë një darke apo daljeje të përbashkët, ku atmosfera është shumë familjare dhe plot dashuri. Learta qëndron pas Shyretës duke e përqafuar me shumë përzemërsi, ndërsa këngëtarja e njohur shfaqet shumë e lumtur për këtë surprizë. Fansat, kështu duhet të jetë raporti mes nusës dhe vjerës. Menjëherë pasi fotografia u publikua, komentet nga fansat nuk munguan. Shumë ndjekës kanë vënë në dukje marrëdhënien shumë të bukur që dyshja duket se kanë krijuar ndër vite. Disa nga komentet më të shpeshta ishin: sa bukur që ju shohim gjithmonë bashkë. Shembull për shumë familje, shumë respekt mes jush. Kështu duhet të jetë raporti mes nusës dhe vjerës. Shyretja duket shumë e lumtur pranë Leartës. Shumë të tjerë kanë theksuar se raporti i tyre duket më shumë si marrëdhënie nën dhe bi, sesa thjesht vjeher dhe nuse. Kjo është edhe arsyeja pse çdo moment që ato publikojnë së bashku shpesh bëhet viral në rrjetet sociale. Një familje që gjithmonë tërheq vëmendje. Nuk është hera e parë që momentet familjare të Shyretës dhe Leartës marrin vëmendje të madhe. Dyshja shpesh ndajnë momente nga përditshmëria, festat apo udhëtimet familjare, duke treguar një lidhje shumë të afërt. Kjo surprizë për ditën ndërkombëtare të gruas duket se ishte një mënyrë shumë e bukur për të shprehur mirënjohjen dhe dashurinë ndaj një gruaje që përveç se një artiste e madhe, për Leartën është edhe një figurë shumë e rëndësishme në familje. Një moment që ngrohu zemrat e ndjekësve. Në fund, fotografia dhe mesazhi i Leartës për Shyreten u kthyen në një nga postimet më të komentuar nga fansat. Për shumë ndjekës, ky moment ishte një kujtesë e bukur se respekti dhe dashuria brenda familjes janë gjithmonë gjërat më të rëndësishme. Dhe nga buzëqeshjet në këtë foto, duket qartë se 8 marsi këtë vit u festua me shumë dashuri dhe harmoni në familjen e Shyretës. Pas surprizës së bukur që bëri për vjerën e saj, këngëtaren e njohur Shyrete Beluli, duket se për Learta Jakupi kjo ditë ka qenë e mbushur plot emocione dhe dashuri për gratë më të rëndësishme në jetën e saj. Me rastin e 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, ajo nuk harroi të bëjë edhe një urim shumë të veçantë për nënën e saj. Një urim i ngrohtë për nënën e saj. Në një fotografi tjetër që publikoi në rrjetet sociale, Learta shfaqet e ulur pranë nënës së saj Drita Jakupi dhe motrës, në një ambient shumë të bukur e të qetë, ku duket se po shijojnë një moment të këndshëm së bashku. 3 gratë shfaqen të buzëqeshura dhe shumë elegante, ndërsa mbi fotografi Learta ka vendosur një mesazh shumë të thjeshtë, por plot ndjenjë. Gëzuar 8 marsi zemra. Ky dedikim i shkurtër, por shumë i ngrohtë, duket se është drejtuar pikërisht nënës së saj, duke treguar edhe një herë lidhjen e fortë familjare që ato kanë. Një moment i bukur mes nën dhe bi. Nga fotografia duket se momenti është realizuar gjatë një daljeje të përbashkët për kafe apo drekë, ku 3 gratë kanë vendosur ta kalojnë këtë ditë speciale së bashku. Në tavolinë shihen filxhan kafeje dhe një ambient shumë elegant që e bën momentin edhe më të veçantë.
Arta shpesh ka treguar në intervista dhe në rrjetet sociale se familja është një nga gjërat më të rëndësishme për të, dhe se marrëdhënia me nënën e saj është shumë e ngushtë. Kjo fotografi duket se është një tjetër dëshmi e kësaj lidhjeje të fortë. Fansat, familje shumë e bukur. Menjëherë pas publikimit të fotografisë, ndjekësit kanë reaguar me komente të shumta pozitive. Shumë prej tyre kanë komplimentuar bukurinë dhe elegancën e tri grave, ndërsa të tjerë kanë vënë në dukje harmoninë që duket qartë në këtë familje. Disa nga komentet më të shpeshta kanë qenë: sa familje e bukur, tri zonja shumë elegante, sa ngjajnë mes vete, urime 8 marsi për të gjitha gratë e forta. Ndjekësit gjithashtu kanë theksuar se Learta gjithmonë tregon shumë respekt dhe dashuri për familjen e saj, gjë që e bën edhe më të pëlqyer nga publiku. Një 8 mars plot dashuri familjare. Nga postimet që kanë ndarë gjatë kësaj dite, duket qartë se për Leartën ky 8 mars ka qenë një ditë e veçantë për të festuar gratë që kanë ndikim të madh në jetën e saj. Fillimisht ajo surprizoi vjerën e saj, këngëtaren e dashur Shyrete Beluli, ndërsa më pas ndau një moment të bukur edhe me nënën e saj. Këto fotografi nuk janë vetëm urime të thjeshta për fest, por edhe një mënyrë për të treguar mirënjohjen, respektin dhe dashurinë ndaj figurave më të rëndësishme në familje. Në fund, duket se 8 marsi për Leartën u shndërrua në një festë të vërtet familjare, ku në qendër ishte dashuria për nënën, për vjerën dhe për të gjitha gratë që kanë një rol të veçantë në jetën e saj. Nëna është bekimi më i madh në jetë. Respektoje dhe duaje gjithmonë. Dhe kur në jetën tënde hyn edhe një vjerë, mos harro se edhe ajo është një nën që meriton respekt dhe dashuri. Nëse ju pëlqeu ky lajm nga showbizi dhe doni të qëndroni gjithmonë të informuar për momentet më të bukura, surprizat dhe ngjarjet që bëjnë bujë në estradë, mos harroni të na mbështesni. Bëni like këtij lajmi për të na treguar se ju pëlqejnë këto histori dhe momentet emocionuese nga jeta e personazheve të njohura. Gjithashtu, abonohuni, subscribe në kanalin ton që të mos humbisni asnjë video të re me lajmet më interesante, surprizat, momentet virale dhe gjithçka që po bën bujë në showbiz. Mbështetja juaj na motivon të sjellim çdo ditë lajme më të bukura, histori emocionuese dhe momentet që po komentohen nga të gjithë. Faleminderit që jeni pjesë e këtij komuniteti.